Mirë gjetur nga horoskopi nesër. Këtu është horoskopi i mërkur 11 qershor 2025. Dashi. Fillon me stil, dikush tashmë ka bërë disa zgjedhje. Takime pasdite, sukses dhe sharm. Projektet afatgjata të preferuara. Demi. Në punë jeni më pak të zemëruar, megjithatë çdo ditë i premtoni vetes që të mos bëni polemika dhe e gjithë kjo është e vështirë për tu menaxhuar. Binjaket. Ditë e rëndësishme me disa emocione më shumë. Mundohuni të jeni më të disponueshëm sepse në këtë periudhë mund të shfaqen mundësi të privilegjuara. Gaforia. Do të dëshironi t'i jepni dashurisë tuaj një prekje pak të çmendur, situatë e favorshme. Në sferën profesionale, gjithçka po shkon më mirë nga sa mendoni. Luani. Sot do të ishte e përshtatshme të zgjidhen disa çështje burokratike. Në këtë moment dikush mund të duket i largët për ju ose jeni ju që po kërkoni pak liri, pak dyshime. Virgjeresha. Fuqia juaj kthehet dhe ndiheni gati të bëni atë gjë që keni vendosur të bëni. Periudhë pjellore për ata që mund dhe duan një fëmijë. Peshorja. Kjo ditë është e mirë, e ndritshme, më pak e tensionuar. Duhet pak vëmendje, por një projekt i ri mund të fillojë. Akrepi. Kini kujdes nga ata që kanë notazhin kundër jush. Sa i përket dashurisë, ka pak nervozizëm, por nëse keni ndërmend të grimoni, organizoni një darkë intime. Shigjetari. Jeni të përqendruar dhe të gatshëm për të vepruar. E jani përpara, veçanërisht në vendin e punës, ata që kanë biznesin e tyre mund të kenë marrë një propozim të ri ose do ta marrin atë. Britsjapi. Sot ju duhet të jeni në vëzhgim të disa polemikave të vogla që mund të kenë fuqinë për t'ju prishur ditën. Do të jetë më e lehtë të gjesh ekuilibrin e duhur në llogaritë e tregimeve të dashurisë dhe marrëdhënieve në përgjithësi. Mund ta quajmë një periudhë e mire. Ujori. Përtatësia po vjen. Për mendimet e shumta që keni, edhe dashuria mund të marrë një pushim. Peshqit. Ju keni ngritur zërin për ca kohë, kjo është sepse ndoshta keni thënë shumë herë po. Ndryshimet familjare dhe shpenzimet për të mbajtur nën kontroll. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet. Kalofshi një mbrëmje të mirë.